Disa biseda të publikuara së fundmi kanë bërë bujë të madhe në media, portën e shtypin roz. Bëhet fjalë për përgjigje telefonike me Drilon Ramën, ku ai bën bisedë intime me Xheneta Fetahun. Finalistja e shtëpisë më të famshme në Kosovë numër 3 akuzoi fituesin e këtij edicioni për sjellje të pandershme dhe madje edhe kërcënime. Në lidhje me këtë ka reaguar dhe Eduard Kuqi duke ironizuar me Drilonin, me të cilin tashmë ka prishur raportet. Sa mirë është bërë Instagrami me një video mundesh me i la të gjitha gjunahet, e mund t'i lash të gjitha ndjesat, kërkim faljet, mundesh t'i bësh me një video, shprehet ai. Po më vjen shumë mirë, po e shfrytëzoj dhe unë rastin me kërku falje të gjithë thellëzave që i kam lyp me dal, por nuk kanë dashur të dalin me mua. I kërkoj ndjes se e kam pasur për lojë, e kisha dëshirë me u testu pak se çfarë po thoni, kështu që kërkoj falje. Ishte ironia që përdori Edi ndaj Drilonit. Na duhet të themi se Driloni dhe Edi kishin një raport shumë të mirë, përsa ku ishin brenda shtëpisë së famshme në Kosovë.